O do zgjedhim zhvillimin e qëndrueshëm me investitor të ekselencës, se nuk e mbarova numrin e brandeve që kanë bërë marrëveshje. Rosewood Hotels, Mandarin Oriental, Atlantis. Atlantis nuk ka ardhur në Europë. Atlantis është vetëm në Dubai. Edhe më duket mos gabohem Kinë. E doni ta sillni në Europë? Silleni në Vlorë. S'doni. Nuk them pa problem, se është problem shumë i madh, por unë me forcë kundër jush nuk jam interesuar. Me forcë kundër atyre që me forcë na kanë qëndruar përballë ne dhe Shqipërisë, po deri në fund pasi problem. Po me forcë kundër jush jo. Që t'ju shofun juve, që të shkoni mbas Berihajt, të Fatos Lubonjës, që jeton me makthin e mafjes që kur u nda nga unë nuk e pranoj dot. Respekt për atë si person, respekt për vuajtjet e tij të mëparshme, por mafjen që ai më tregon mua, ma tregon sepse është njësoj si ata që i tregonin atij armikun e popullit. Njësoj. E njëjta gjë. Doni? Aty e keni dhe ato. Këtë doni. Që mos them dhe ata tjerë që rinë tani të fshehur se shthon inshallah tani, po qohen ata që e kanë mbështetur Edi Ramën, edhe po shkojnë pas Berihajt se ne nuk e mundim dot. Mua nuk ka nevojë të më mundni, miqtë mi. Ju jo. Ju jo. Mua nuk ka nevojë të më mundni fare. Unë nuk e kam me ju betejën. Unë betejën e kam bashkë me ju. Dhe çfarë niveli e duam Shqipërinë është pyetja që duhet bëjmë përballë këtij projekti. Ndërkohë që siç u thash, projekti akoma nuk është dorëzuar. Studimi mjedisor akoma nuk është bërë. Patjetër që do t'i shohim kur të vinë dhe do t'i ekspozojmë dhe do kuptojmë të gjithë se çfarë po bëhet. Por unë po them që me ç'më kam parë syt nga çfarë po bëjnë ata njerëz, është diçka që në Europë dhe në Mesdhe nuk është. Po pse duhet të rrim ne të shikojmë me zili Greqinë për Costa Navarino? Costa Navarino ç'a ishte? Ç'a ishte Costa Navarino? A ishte zonë e mbrojtur? Apo s'ishte? Nuk e di në çfarë kategorie. E keni parë ç'a është Costa Navarino sot? Krenaria e turizmit grek. Pse duhet ne të shikojmë me zili Greqinë për Costa Navarinon apo për të tjera gjëra? Me admirim po, e shikoj Greqinë patjetër. Po me zili pse? Pse duhet të shikojmë ne me zili Malezi? Zveti Stefan ç'a ishte? Ç'a është Zveti Stefan? Monument kulture i kategorisë parë absolut. Pse është bërë hotel më zotri? Po Kroacinë pse duhet ta shikojmë ne me zili? Dubrovniku ç'a është Dubrovniku? E të tjera e të tjera. Mund të konkurrojmë ne, duam të konkurrojmë ne me këta. Nëse nuk duam të konkurrojmë dhe duam të rrim tek turizmi i masës me bukë me vete që prodhojnë mbetje më shumë se sa që sjellin të ardhura, kjo është një zgjedhje që mund ta bëni, jo me mua. Me mua jo. Turizmi i masës na është dashur në këtë fazë sepse është turizmi i ambasadorëve. Të gjithë ata janë ambasadorët tanë që shkojnë kudo dhe thonë sa e bukur është Shqipëria. Tani ne na duhet turizmi i klasit që të na sjelli shumë para, jo për mua, jo për mua. O Fatos, jo për mua.
Se unë jam I informuar që kur kam qenë I vogël që pas sa do të besosh në Zot, dhe më ka informuar një njeri që besonte shumë në Zot, që ishte gjysha ime, sa do të besosh në Zot, mos harro që një ditë do ikësh nga kjo botë dhe atje s'ka as cash, as karta krediti më pas, mësova që ekzistonin, as rroba, as gjë. Jam informuar. Ashtu si kundër jam informuar nga I madh që e vetmja gjë që vlen është çfarë lë mbrapa për kujtim. Unë kujtim përfundimtar, turizmin e masës, nuk e lë dot si pjesë misionit tim. Unë dua të lë gjërat cilat bashkë me ju t'i bëjnë të mundura dhe t'jenë krenar në gjenerata fëmijët tanë. Dhe të vinë të gjithë dhe të na kenë nezili. Pse ti kemi nezili ata?